Prandaj është e rëndësishme peristaltika, pra zorët të jenë të punojnë mirë, të zbrazen mirë, lëvizja, unë mund të punoj në kompjuter, mund të bëj kështu, nuk më pegon asgjë që unë ta thith zorën, disa lëvizje të disa ushtrime gjimnastikore të zorës, pra e mbledhim zorën, e mbajmë 10-15 sekonda edhe e lëshojmë. Kjo gjë, për shembull, forcojmë edhe ato pjesën e muskulaturës. Forcohet muskulatura, po se po, por ajo që është më kryesorja është që neve shtojmë peristaltikën e zorës dhe shtyjmë feqen që të eci përpara. Pra ky është një ushtrim shumë thjesht, që mund të bëhet ulur, mund të bëhet gjatë kohës që bisedohet, flitet, ecet, punohet, edhe kur je ulur në karrige mund ta bësh. Po. E tërheqim fort. Kjo është diçka shumë e shëndetshme. Bashkojmë, si thua, ato molekulat e gazrave që ndodhen këtu dhe i kthejmë në pikla ujë. Pra zvoglohet volumi, njerëzit ta bëjnë 15-20 herë dhe do të provojnë se si e mbledhin atë metrin shirit 5 deri në 7 cm. Pra të jetë si një brenda stilit të jetesës, të jetë një ushtrim që të bëhet pjesë e jona, jo e detyrueshme për një farë kohe, po të jetë vazhdimisht i tillë.